Roma, përshëndetje shikues të nderuar. Ju përshëndes drejt për drejt nga studio e radio dhe televizionit Mitrovicës këtu në Odën e Shahirave, në studion tani e cila 19 vite kemi hyrë, pra e cila promovon emisionin me folklor, i cila promovon të gjithë rapsodët të cilët kanë dëshirë të vinë këtu dhe të tregojnë veten, kuptohet. Dhe natyrisht që të gjithë ata të cilët janë duke shikuar emisionin Rapsodia Folklorike, keni pa edhe promon e re të cilën sonte edhe emituam, pra është promo më e re që do të vazhdon gjatë vitit 2017, kështu që secili grup që do të vjen këtu do të jenë një nga një në atë promo, pra duke interpretuar. Kemi bërë disa ndryshime gjatë emisionit ton, gjatë emisionit 2 orësh, çdo të shtune prej orës 21 deri në orën 23, kështu që do të kem shumë ndryshime gjatë emisionit, do të kem bisedë pas këngëve, biseda, do të kem çoja, do të kem humor edhe shumë çka. Kështu në emisione ngadalë, pra do të vazhdojmë me këtë rrjedhë. Si zakonisht TV Mitrovica edhe emisioni Rapsodia Folklorike shikohet në të gjitha platformat në tërë territorin e Republikës së tonë të dashur të Kosovës dhe natyrisht në diasporë, ku diasporën e kemi për zemër se ata vuajnë shumë për adhejun e tyre, për Kosovën tonë të dashur edhe të tyre dhe natyrisht kanë andje, janë të unë për muzikën folklorike. E këtë e mundëson vetëm televizioni Mitrovicës edhe ato me emisionet të drejt për drejta. Senca emisionit është pra që t'jenë të gjithë rapsodët drejt për drejt. Si që kom tregu edhe ma heret, ne jemi tani në sistem të transmitimit digital me Full HD, pra kemi përparu me teknik natyrisht dhe shpresoj se edhe pak objekti dhe vendi do t'jetë pak ma i zgjeruar dhe pak ma ndryshe do t'jetë ko pas kohë ka dal-dale, që thojmë popullor që. Përshëndes të gjithë shikuesit të cilët na shikojnë përmes frekuencave të lira të 42 UHF, pra të televizionit Mitrovicës, platformat televizive ku transmetohen në gjitha kablovike, në Telekom, IPCO, Kujtes, edhe operator tjerë kablovik, edhe natyrisht TV Albin edhe operator tjerë të cilët transmetojnë sinjalin për diasporë. Një përshëndetje shumë e veçantë shkon për adhuruste falni muzikës folklorike në Finland, e unë do ta veçoj një musafir falni, i cili është këtu në Mitrovicë dhe është shumë marakle në Shahira. Është Gjenan Sejdia, i cili është me punësim përkohshëm pra në Finland, pra Gjenan Sejdien e përshëndes. Gjenan, ke bo keqe si orë në emision, po shpresoj se herave tjera do t'jesh këtu. Mandej do të shpejt do t'i lexoj se më kanë lutë gjatë ditës si t'ju lexoj mesazhat në fillim, po thot përshëndetje, ju përshëndet Violeta nga Medvegja, pra ju uroj për emisionin, pra përshëndesim Medvegjen, heroike, ende është në kam, pra, mandej kemi Refik Bekteshin, po Refik përshëndetje edhe për ty, faleminderit. E kemi Kuqezia ngjyra tona me flamor jeton Shqiponja, kokën lart e shumë krenar, i themi botës jemi shqiptar. Këtë flamor Kuqezia e duam dhe çmojmë në Kosovë, e Shqipëri. 9 vëllezër januzi nga fshati Pasom, nga komuna e Vushtres. Faleminderit për këta rreshtat të bukur. Madje kemi Shkelzeni nga Skenderaj, Shahira, veç vazhdoni sa më jeni shkëlqyshëm. Ta ishin SMS-at e parë, të cilën kanë lutur gjatë ditës më kanë dërguar SMS-a që t'ja u lexoj në fillim të emisionit. E sonte kemi musafir nga Drenica, e keni pa promën gjatë javës kaluar. E këta janë Tingujt e Hares, mi se keni orë në studion e televizionit Mitrovicës. Unë do të bisedoj pak me Ramadanin, Ramadan Ahmeti, pra ju vini, keni bo pak një mix, kështu, këtë Drenica jeni mledh tash, sonte këto, po jo. Ramadan? Faleminderit. Përshëndes në sershëm edhe televizionin e Mitrovicës. Faleminderit. Edhe Rapsod, anën bonë Kosovë. Faleminderit. Është një emision shumë i qëlluar. Ti ke orë me këta shok? Këto prezantoj Fadil Rexhepi, Ilir Abdyli edhe Shaban Bityqi.
Po. Kështu. Shaboni nga Malisheva, mos gabosha, nga Malisheva Kreshnike. Tjertë? Këtë tjertë jenë Drenicës. Drenicës. Po. Pos muzikës keni edhe profesione tjera nga cila jetohet, se sot nga muzika folklorike shumë pak jetohet. Mundet me mbjetu njeriu. Sa shkon muzika folklorike në Drenicës? Pak ma tepër në Oda nëpër. Pak ma tepër në Oda. Megjithse pak ka ra kështu, po ma mërmena që i ka me Ka dalë, po. Se ka mirë. Shumë. Me muzikë që sa merreni? Merëm para lufte. Para lufte, pra. Tani mas lufte, kështu. E keni tradit nga dikush? Migja ka knu pa, bova vetë instrumente i ka ra. Po. Migja ka knu janë 20 vite kështu. Shumë Tani edhe unë kështu. Jam për mirë. Na gjatë 2 orëve viu se të ndëgjojmë këngë të cilat këngë kreshnike, këngë për dëshmorët apo? Cilat e keni përzgjedhur? Kjo që ta shtrajnë, Po, kemi përshëri. programin. Po, faleminderit Ramadan. Shikues të nderuar, pra kjo është emisioni Rapsodia Folklorike. Për ata të cilët dëshirojnë të na shikojnë, pra emisioni i drejt për drejt është çdo të shtune prej orës 21 deri në orën 23 të mbrëmjes, kuptohet, ndërsa në diasporë mbaret prej pjesëve kohore si në Kanadë, në Amerikë, besa kam SMS-a dhe nga Zelanda e Re që më vinë, po atje është koha krejtit, ora është ndryshon shumë. Më vinë, ka raste që më vinë SMS-at, mendojnë që jam në atë kohë në program, po jo, programi drejt për drejt është prej orës 21 deri në orën 23. Pra, i përshëndes gjithë bashkëdhetarët. Një përshëndetje për bashkëdhetarë tjerë, pra është familja Rashica në Lidköping të Suedis, të cilët i përshëndes Samiun, Mediun, Samirin e gjithë ata aty që janë tani duke na shikuar, faleminderit, edhe të gjithë tjerë. Posmeje, këta na Shahira është gëzimi me kamerë, bashkimi është në mixpultin e transmetimit dhe kolegë tjerë.
gajret, kur bani flamuri, dikush puni shpet. Let bërzi e toke det, kush nuk det për flamur det, për flamur e për atë dhe, Kosovës martire, gjakun e porqati. Levte qofti lete, o fazli greqeti. Ej, te kujtoj mu, ej, po brez mas brezi doj. Vazhdojmë me rrjedhën drejt për drejt nga studio e radio dhe televizionit Mitrovicës këtu në odën e Shahirave, në odën të cilën tani jemi hyrë në vitin e 11 pra të transmetimit të emisionit Rapsodia folklorike drejt për drejt mund nga kjo studioja. Tash është radha e SMS-ave të cilën keni dërguar shikues të nderuar adhurues të emisionit Rapsodia folklorike. Prap shkojmë me një përshëndetje në Suedi. Përshëndesim familjen Rashica dhe një respekt shumë të madh për gjithë ata të cilët tani janë duke na shikuar. Pra, përshëndetje edhe një herë. Shkojmë me përshëndetje juve televizioni Mitrovicës me këta shahira të mrekullueshëm, gjithashtu edhe juve Naser nga Adem Glavica. Faleminderit Adem, përshëndetje edhe për ty. Mirëmbrëma, ju përshëndes juve Naser dhe këngëtar zemra, ju knoft e përshëndes edhe kushërin Bajisen që orë në pushime, nejse kjo është përshëndetje private. Mirëmbrëma Naser, i përshëndes këngëtar nga Drenica nëse bën këngën Kreshtat e Kosovës. Mandej kemi mirëmbrëma Naser Jam Besim Hoxha nga Klodërnica, përshëndes shahirat ka mos si një këngë për Mehmet Shpendin. Pra është dëshira e tyne. Përshëndetje Haxhi Naser, ty dhe shahirat në studio ju përshëndes Flamuri nga Vushtria, një këngë për Isboletinin. Do të shkojmë me SMS-a tjerë. Na ka përshëndetur për ty, posaçërisht përshëndetje për ty zotrin Naser dhe stafin e TV Mitrovice, po ashtu edhe shahirat zemra u knoft. Nëse ka mundësi këngën e Flamurit ose Suarek na ka bën nomi me respekt Faton Kleçka. Mirëmbrëma Naser, ju përgëzoj për këtë emision të qelluar nëse bën këngën e Abaz Thaqit dëshmorit, ju përshëndet Muhamet Miftari nga fshati Runik të Skenderajit. Përshëndetje për juve në studio dhe respekt nëse ka mundësi këngën Ali Pasha hap tefterin, thot Azemi nga Qubreli. Faleminderit Azem. Përshëndetje ty Naser dhe shahirat, Shemi nga Taraqa na përshëndet. E kemi Amir Istrefi nga Gjermania, përshëndes shikues të TV Mitrovice, shahira ty i nderuar Naser, përshëndes familjen time në tunel të parë, Zenelin, Istrefin, si dhe gjithë shqiptarët dhe faleminderit për mirëkuptim. Faleminderit shumë, pra ja, edhe Gjermania na u ka kyç, Suedia, Gjermania, Finlanda. Përshëndetje nga Ramadani, nga Bajgorat, përshëndes ty Naser dhe Musafir nëse bën një këngë për Mehukën, nëse din. Qamil Mehulli ju përshëndet, përshëndet edhe Zahid Preteni, Merfazliu, Naser Dedia zemra ju knoft o shahira. Do ta përshëndes një koleg timin, Bahtir Tmaven. Bahtir, faleminderit për përshëndetjen, faleminderit për urimin. Një përshëndetje shkon edhe për Gjenan Sejdion, i cili është një adhurues i folklorit, pra Gjenani, i cili jeton në Finland. Gjenan, përshëndetje për ty, për gjithë adhurues të folklorit në diasporë. Përshëndetje nga Arenis Berisha nga Gjurgjoviku i madh, respekt për shahirët në studio dhe përshëndetje për Agim Berishen. Përshëndetje për Fadel Malokun, i cili është tani duke na shikuar me familjen e vet, pra një respekt i veçantë për familjen Maloku. Përshëndetje për ty Naser dhe Musafir në studio nga Besarti, Shukriu dhe Erolli, nëse bën një këngë për Azem Galicen. Faleminderit, respekt veçantë për familjen e Shukriut, Shukri Pecit nga
Mitrovica. Përshëndetje pasi Naser ty dhe këngëtarët, thot Blend Mustafa. Selim Shabani, na përshëndet, shumërimi e emisioneve tua që i bëre për tërë shqiptarët anë kënd botës. Selimi nga Ferizoj. Agja Selim, faleminderit. Agja Selim është edhe një prej adhuruesve të folklorit, sidomos të mezhnicave apo gajdeve, dikush i thot kështu. Faleminderit Agja Selim. Përshëndetje Naser, përshëndes Ramën dhe shokët e tij nga Afrim Gjinovci. Afrim, faleminderit. Kemi përshëndetje vëllezër Brajina, i përshëndesim musafirët shumë në studio. Mandej kemi mirëmama na përshëndet Aliu nga Vushtria. Jeni të mrekullueshëm, vetëm vazhdoni kështu, nëse bën një këngë për Shalën, kaloni mirë. A dini ju Drenica për këngë për Shalën, po? Kemi edhe për Shalën. Edhe për Shalën, në rregull. Përshëndetje Naser, përshëndet Shahirat, sot kam ditëlindjen me këngë juve duke festu, nëse ka mundësi një këngë për u plak a unë, u plak Sharkia, ju përshëndet Ahmeti nga Barileva. Ahmet, këngën u plak a unë, u plak Sharkia, po nuk dojmë me ma marrë nga promoja e emisionit tim, pra atë këngë të adhuroj unë për ditëlindjen tonë i bëjsh edhe 100 vjet tjera. Përshëndetje Naser, përshëndet Fadil Petrova, përshëndet edhe Shahirat, keni një emision shumë të mrekullueshëm, veç vazhdo kështu ju përshëndes nga zemra. Faleminderit, baca emin. Mandej kemi një kolegë tonin, Shahirin, violinistin Veli Hisena. I përshëndetje Naser për ju dhe Shahirat në studio, i përshëndet të gjithë Ramadanin me grup, i them zemra ju knot, përshëndetje nga Veli Hisena. Veli, po na mungon Veli janë studio, motis na ke konë. Ju përshëndet Samir Qitako, Naser ju përshëndet Drenicën e Kuqe, me Drenicën nuk ka Naser janë bilbyla, përshëndetje nga Samir Qitako, që ashtu është Samir. Ne përshëndet Shahirat zemra ju knoth, e ty Naser përshëndet Rinori Besir Nezira nga Mollapolci. Mandej kemi shumë SMS-a, përshëndetje për juve Naser dhe Musafirët, ju lumt na knaq zemra me muzikë çiftelie sharki popullore me shumë përgëzime nga Habibi prej Babushit. Unë ju thashe vëllezër treni. Përshëndetje, ju përshëndes Abedini nga Depca, kështu e ka shkrue. Ju e Naser i përshëndet musafirët qoftë se ka mundësi një këngë për të madhin Agim Ramadanin. Mandej kemi një nga Brajina, e përshëndes na përshëndet Nushi Besimi nga Gjermania dhe Fadili Islami nga Kosova me këngën e Zagrebit dhe Hajrullah Hasani. Përshëndetje të Mitrovic, ty Naser në veçanti gjithashtu Shahirat, thot me respekt Sherif Osaj. Sherif, përshëndetje edhe për ty. Tung, ju përshëndet Ajet Drenica me 5 nipat nga Bukoshi i Vushtris, juve dhe Shahirat të cilin kanë gjetë kohë me ardhë në televizionin e Mitrovicës. Një përshëndetje veçantë shkon për Ismet Rashanin, përshëndetje Naser juve dhe Shahirave, radio televizionit Mitrovicës me komplet stafin juve, sukseset e juveja si televizion, mos të kanë ndalur jeni për t'u lavdruar, sepse jeni i vetmi televizion që mbani emisionin Rapsodisë folklorike, drejt për së drejti me Shahirat e Kosovës. Faleminderit i madhe Ismet Rashani. Të përshëndes ty Naser dhe Musafir nëse bën këngën e Selman Kadris, thot me gjithë Krasniqin nga Milosheva. Kem shumë mesazha, unë do të shpejtoj veç me emna. Regj Mangjolli, edhe Ilir Avdyli na përshëndet, mandej përshëndetje nga familja Zeka nga Medvegja, bën këngën e Zagrebit. Mirë, këngën e Zagrebit do i me lënë tjera hera, po? Tjetër ditë. Po. Kemi erdhëm te Muri. Përshëndetje nga shoku i Fatosit, nëse ka mundësi këngën mëj Serbi Murin ta prisha. Përshëndetje Naser, përshëndes Ramën dhe shokët e tij nga Afrim Gjinovci. Vëllezërit Brajina i përshëndesin musafirët shumë. Mandej kemi SMS-a tjerë të cilët na kanë arritur shumë. Habibi nga Babushi, mandej kemi Besir Nezira nga Mollapolci, lexu më herët. Fadil Petrova na përshëndet shumë, mandej kemi Abedini, përshëndetje nga Brajina, përshëndes të gjithë juve në studio. Mirë, këta ishin disa prej SMS-ave, ne do të vazhdojmë me këngë. E këngët të cilat mas mirë të këta din mi bo këngë mira të dëshmorve,
të cilët kanë dhonë jetën për me kanë na zbashku këtu me këta shahira në studion e televizionit Mitrovicës. Apo jo? Aja krisim. Shkojmë. Shërkine honzit nuk e qoj këtora, ku të demja zhorit, po zrohet Kosova, na keton mëj Shqipe, ljun mojën përpoqet, Zahir Bajaziti, lil me pushën e moqet. Loti zbojë qa, gjoku zbojë ndot, një zotov në qie, një Shqipëri biton. Kosovë, sot ka nis me arë, një lote putelin për pari valdimor, e një pono shepsi, gjeven dhe femimor. Loti zbojë qak, gjaku zbojë plot, një zotar në qie, një Shqipëri biton. Luan Haradina, jetretina skodrem, dorësën me shkelzeni, bardo ta e shtrojnë somrem. Loti zbojë qak, gjaku zbojë blot, një zotom në qie, një Shqipëri biton. Ramadani, lopsi le banku. Loti zbojë qak, gjoku zbojë plot, një zotom në qie, një Shqipëri biton. Loti zbojë qak, gjoku zbojë plot, një zotom në qie, Oj, noi kitërimi qero
shikues të nderuar, drejt për drejt nga studio radio dhe televizionit Mitrovicës këtu me Shahira nga Drenica. Tash do të filloj me disa SMS-a të cilët na kanë arritur në celularin 044146145 dhe në Viber 00386491445. Pra, mas shumë ti po më vinë në Viber se pa pare kanë gjetë, kështu po është normale si stat regjia. Përshëndetje për gjithë ata shahirat, mas shumë ti për Naserin. Ja uroj ditëlindjen, faleminderit. Ata këngëtarë që nuk e këndun kur kongën e Shaban Polluzhës. A e dini kongën e Shaban Polluzhës? A doni me kënuet? Kjo është për hatër të gurbeqarëve, të cilët janë në Suedi, pra është për Bahrin, Medin, Samin, Samirin dhe gjithë ata të cilët janë në Suedi. Pra pa tjetër, familjes Rashicat do të shkon konga e Shaban Polluzhës. Faleminderit. Shkojmë me një përshëndetje i nderuari, ju përshëndes Valoni, përshëndes Salih Hashani, nëse bën kongën Kreshtat e Kosovës. Mandej kemi Lirim Smakici nga Prishtina na përshëndet. Ju përshëndet Flamuri dhe Valon Bicaj, ty dhe Naser dhe Musafir të kënoshin gjithmonë se zemrën na kënaqen nëse bën kongën Kreshtat e Kosovës. Jam Afrim Avdyli nga Drenase, së pari të përshëndes ty dhe gjithë shikuesit e televizionit të Mitrovicës, veçanëri përshëndes vllavin Ilir Avdylin, për zemërsesh dhe shoqërinë grupit Tingujt e Ares nga Drenica. Ju uroj shumë suksese të mëtutjeshme. Vazhdojmë nga Vranjevci në Prishtinë. Nexhmi Veliu, përshëndes shahirat, ty Naser posaçresht, më falni, rënovshi emisioni shumë i mirë. Faleminderit. Bedri Krasniqi nga Graishta, dëshiroj këngën e Sejdi Zajqirësit, kaloni mirë. Kemi përshëndetje tjetër, mirëmbrëma dhe përshëndetje TV Mitrovica, jeni të shkëlqyer, ju përgëzoj për emisionet që po e bëni, ju dëshiroj të gjitha të mirat. Kështu thot Lirikzon Hasani nga Likoshani. Haxhiu nga Lazica i Malisheves, ju përshëndes juve Naser dhe shahirat, jeni më të mirë. Kemi mirëmbrëma nga Drenica e Madhe, ju përshëndes juve dhe shahirat e ftuar në emision në veçanti Fadil Regjepin, po ashtu edhe mos të harroj dhe të madhin e respektueshmin shoq Roten, natën e mirë, kalofshim mirë. Faleminderit. Me siguri shoqja është duke na shikuar. Shoqke, përshëndetje. Naser, jemi mrekullueshëm, ju përshëndes nga zemra ty Naser, stafin tuaj dhe kolegët që na kënaqen zemra. Ju knoft e përshëndes shumë Ilirin, shumë thot Azem Kryeziu me 4 djemt. Vazhdojmë tek SMS-i tjetër nga Elmia nga Drenasi, përshëndes grupin nga Drenica dhe vllahun tim Fadil Regjepin, ju knoft zemra shahirat e Drenicës. Përshëndetje Naser, Fatoni nga Rezalle, përshëndes dojt me shok dhe te zoka, dini Temuri këndoni. Mirë, Temuri edhe najdet. Nesra, mboma kit nesër. Motra Raza e shkurt. Përshëndesim vllahun Fadilin Regjepin nga Drenasi me grupin nga Drenica. Përshëndes shahirat nga Sali Regjepin nga Drenasi, mandej kemi përshëndetje tjetër nga Enver Lushtoku nga Skenderaj me djem, përshëndes stafin e TV Mitrovicës dhe shahirat e Drenicës, posaçërisht Ilirin. Kemi Bashkim Krasniqi na përshëndet, kemi një përshëndetje nga Hasime Raca nga Fush Kosova, ju përshëndes juve TV Mitrovicën, jeni më të mirë. Faleminderit zonja Hasime. Kemi përshëndetje Naser Lirimi, përshëndes ty dhe grupin muzikor në veçanti Fadil Regjepin, gjithashtu shoq Roten prap na ka dërguar. Naser të përshëndes për emision nga Lapi, mundësisht një këngë për Zahir Pajezitit nëse ka mundësi. Muha prej Oshlani, keni një emision mjaft të qelluar, suksese të matutjeshme. Bedri Krasniqi nga Graishta dëshiroj këngën e Sejdi Zajqirësit, prap na ka kërkuar. Shkojmë me SMS-at të cilët na kanë arritur në celular. Abedini nga Depca, ju përshëndes nëse din këngën e Agim Ramadanit. Mirëmbrëma, a bën këngën Oj Serbi shtrike vjetër nga Lipjani, thonë. Përshëndetje Naser, edhe ty këngëtar, ju përshëndes Nesretin dhe Feriz Bala, që është musafir në përshëndetje, veç përpara është televizioni më i shikuar. Faleminderit. Përshëndetje thot Baci Naser dhe ty dhe shahirave që na kënaqen dhe kisha dëshiru prej shahirave këngën rreth Bashkë Susolla. Ju përshëndes nga Obria e Ult Homs Smakici. Raim Bucolli nga Kodra Trimave,
na përshëndet, kemi shumë SMS-a. Përshëndes Bobin Fadilin me shoqëri, veç vazhdoni, jeni më të mirë, Fatlindi. Përshëndetje, thot Ilir, veçanti Ilirin, Shefki Shola nga Skenderaj. Shahirat ju përshëndes nëse bojnë kongën e Ministrit Londrës, ju faleminderit, thot Nazmi dhe Shaip Svishta. Përshëndesim nga Drenosi, vllovin Ilirin Avdyli, përzemërsisht dhe shoqërinë grupi Tingujt e Harris nga Drenica. Ju uroj suksese. Sinan Veliu përshëndes Shahirën në studio, në veçanti Fadil Recepin, zemrën ju knoft e knofshi gjithmonë o burra. Kemi përshëndetje për TV Mitrovicën, falenderoj përzemërsisht Shahirat për këngën e herojit Fazli Grajqesit, ju përshëndes dhe ju uroj gjithë të mirat nga nipi I Fazliut Agim Obria dhe motra e Fazliut Halimja nga Komorani. Është një respekt shumë mirë. Omir Mroma Naser Buri, Faton Boksi ju përshëndet të gjithë në veçanti Fadilin, zemra ju knoft. Vazhdojmë me përshëndetje nga Azem Gashi nga Skenderoj, përshëndes nipin Fadilin dhe këngëtar Kryshqit e Dardanës, nëse din kongën. Kemi Ajvaz Bilali nga Pasoma, I përshëndes Shahirat në këngën në Mitrovicë në Rejheteli. Na u ka bo sinonim kjo kongë. Bashkim Krasnici na përshëndet dhe komandant Bajram Zeka me këngën Zahir Pajazitin nga Prishtina. Salihi I përshëndet të zakt. Përshëndetje veçanti Bobin me violin suksese nga Drenasi, Arjoni. Kemi përshëndetje juve Naser bën këngën në Kreshtat e Kosovës, thot Lirim Smakiqi, prap na ka dërguar SMS-a. Fatoni nga Rezalla, po ashtu na ka përshëndet. Hamdi Zeneli, Baca Hamdi përshëndetje. Naser ju përshëndes juve në studio të Mitrovicës, kanë përshëndetje rapsodet jam Hamdiu nga Pluzhina, një këngë për Fazli Grajqesin keveq, kallne se edhe na e kallëm. Vazhdojmë veç fosfona vje këfori. Përshëndetje nga Henci, je numër 1 Naser, përshëndetje Ademi nëse bën kongën Kreshtat e Kosovës. Bedri Krasnici nga Kraishta dëshiroj këngën e Sejt Zejqesit, prap na përshëndesin shumë, është këngë e vjetër. Po, Shkelzem Prokshi, djali I dëshmorit Haki Prokshit, përshëndetje Dajën Fadilin dhe grupin nga Drenica, pra na përshëndesin. Kemi edhe pak disa SMS-a që do t'i lexoj së shpejti. Përshëndes këngëtarët, thot kongën e Ali Pashës, ju përshëndet Rostem Ramori nga Prishtina, Agim Obria, përshëndetje, dhe motra e Fazliut Halimja nga Komorani, përshëndesim. Edhe që ta janë disa nga Voli, përshëndet Mosafet grupi Drenica, ju knohet zemra emisioni jeni maj miri. Shkojmë Elvana Racaj, e përshëndet TV Mitrovicën, po sa qëresh ty Naser Fezullahu, një këngë sipas dëshires nëse bën, pa tjetër Elvana. Vazhdojmë Naser Buri, mirë po dokesh e knofshi gjithmonë së bashku me Shahirat, ju përshëndes të gjithë në veçanti Fadil Recepin nga Obria e Ullet komuna e Skenderajt. Faleminderit. Ka hala SMS-a, janë duke na bombarduar. Kemi edhe nga diaspora mjaft, po do të lëm pjesën tjetër të emisionit, t'i lexojmë. Ne do të vazhdojmë edhe me ndonjë këngë, apo jo, Dan? Shkojmë pra. Mos e harroni këngën të cilën e lypa. Për hir të gurbeçarëve në Suedi, po këngën e Shaban Polluzhës. Pra për gjithë gurbeçarët në Suedi, e posaçërisht për familjen Rashica, kënga e Shaban Polluzhës. Dino se presi, presi,
la kusha bani poluza, dini die mo gaireto mura, nei noli turin asvitu kebol, azem beda me donar jo, azem beda me donar jo. Thank you.
kom nga zemra ime, fluturoj ti maj me maj, anë mon me në lidhje si me din, dil moj kom ti mos urnaj, anë mon me në lidhje si me din, dil moj kom ti mos urnaj. Fidanishtja te Shaqa. Tani është koha që të vendosni se çfarë të mbillni në kopshtet e juaja. Ne ju preferojmë që fidanet e specave, domateve, trangujve dhe fidanet të tjera të pemëve dhe perimeve ti porositni nga Fidanishtja te Shaqa, e cila gjenden në Pantin të Vushtrisë. Puna jonë me fidanet tona janë të cilësisë së lartë, me përvojë dhe eksperiencë shumë vjeçare. Na vizitoni, post që do të merrni fidanet të cilësisë. Nderuar shikues, drejt për drejt nga studio radio dhe televizionit Mitrovicës. Shkojmë me disa përshëndetje shpejt. Lindret Krasniqi nga Fush Kosova na përshëndet, mandej kemi Skender Rexha, ju përshëndet nga Drenica, dëshiroj këngën Djenmoshet e Kosovës. Mandej kemi një përshëndetje tjetër nga familja e dëshmorit Haki Prokshit, prap na ka dërguar SMS dhe na ka përshëndetur. Përshëndetje nga Nuhi Dobruna, nga Malisheva, përshëndet shajirat e veçanti Shaban Bytyqin, mëndësish këngën s'kam kujtu se më qel pranvera, pra. Kemi përshëndetje tjera, përshëndetje i nderuar Naser Separi, përshëndetje ty dhe gjithë dëgjues të Mitrovica, nga familja Avdyli, nga Drenasi, përshëndesim Ilirin dhe gjithë shoqërinë grupit Tingujt e Ares, nga Drenica me respekt familja Avdyli. Do të vazhdoj me SMS-a, ka shumë. Përshëndetje nga familja Rexhepi, Fadilin e përshëndesim me shoqëri, Shefki Shala nga Skenderaj, mandej kemi përshëndetje Ramadan, jam Behram Jashari, përshëndes gjithëve në studio e posaçërisht Ramadan Ahmetin. Milaim Murati, na knast a bon këngën e Boshnjakut. Thot nëse lezome SMS-at, unë dashta me ditë shajirat
A din kongën për Agim Ramadanin për herojnë e Anës Karadokut, a ndoshta kanë kongë veç për Drenicë. Mirëmova nga Qamil Sumaj, nga Tropoja, i përshëndes Jusufin, përshëndes edhe gjithë shajirat në studion e televizionit Mitrovicës. Një përshëndetje ngrohtë vjen nga Malisheva për televizionin e Mitrovicës, i përshëndes Musavir në studio, veçanti Shabanin me këngën Kreshtat e Kosovës. Seodi nga Malisheva përshëndesim Shaban Bytyqin e përshëndet, ju përshëndes jeni një emision i mirë, përshëndes shajirat dhe vllajin tim Shabanin nga Hasani nga Malisheva. Dhe të vazhdojmë edhe disa SMS-a, kemi në Facebook full është. Përshëndetje nga Valuni, përshëndes Rapsodet dhe ty nëse përshëndesim me këngën Tajri Mejës nëse bën. Pra, dhe të shkojmë me Adenisi Strefi, po ashtu na ka përshëndetur. Fatlindje prap na ka dërguar SMS. Milaim Deliu, nëse ju përshëndesim ju edhe Rapsodet në studio, pra Milaim Deliu na ka përshëndet. Behram Jashari, ju përshëndes ty dhe Musavir në studio, posaçërisht Ramadan Ahmetin. Mirëmoj përshëndes shahirat, në veçanti Shaban Bytyqin Egzoni, thotë kështu. Mendim Shatri, po ashtu na ka përshëndetur, na ka uruar një mbrëmje të këndshme. Voli Regjepi, po ashtu na ka përshëndetur, Valoni përshëndet Rapsodet, këngën e Tajri nëse bën. Kem shumë SMS-a, kem shumë porosi, kështu që unë nuk i përmenda dhe këto të Beslim Alshiqi, Farid Tahiri, Selman Kryziu, Besim Kosumi, Musa Daci, Farid Behluli, Ferhat Statovci, Rushdi Sekiraqa, Fadil Brahimi, Ben Kosova, apo Ben Beqiri, Rafet Jashari, po ashtu na ka përshëndet, Bajram Kurti, Suleman Morina, Sokol Qabra, po ashtu na ka përshëndet, Fatol Nshala, Homz Lapqeva, Agron Pacharada, Gjenan Sejdia, Refki Budakova, Fazli Zeqiri, Dalip Sulemani, Enver Smojli, Endrit Krasniqi, Muhamet Bublako, Ahmet Kabashi, Selman Fazliu, Gazmen Meha, Argjend Jusufi, Safet Hajra, Mohamed Kuka nga Kaçaniku na përshëndet, Milazim Haliti, Valon Haliti, Fuat Ramadani, edhe shumë shikues tjerë të cilët janë duke na ndjekur drejt për drejt. Shumica janë nga diaspora, kështu që besoj që do të më kursejnë për shkak kohës të limituar që kemi. Na kanë mbetur edhe 22 minuta fiks që ndëgjojmë këngë të bukura nga ju. Shkojmë. Oh
drejnica një nga një, u vinë drejnica. Në me prima, prima e parit janë përret, alë të jasharit. Morerin ljullet rinir, për mejdan del policis. Në stacioni jo, por largure, në rafale jo, për gjithkule. Kontër bekur, tre shadriza, kur nuk do, vetë Mitrovica. Shqiptar të gjithë me njësa, po Kosova, rapë muj krasnica. Po Kosova, rapë muj krasnica, dhe pacina bashkim jasita. Give
pak minuta edhe 10 minuta edhe përfundojmë me emisionin, po do t'i lexoj disa SMS-a shumë shpejt. Kem Bashkim Krasniqi, përshëndetje Naser ty mas shumti dhe Shairat, thot nga Bashkim Krasniqi dhe Noti, me të madhin komandant Bajram Zeken me një kong Zahir Pajezitit nëse ka mundësi. Jeton Shala, përshëndetje të Mitrovicë, Shairat ju knofshi gjithmonë, thot jeton Shala. Mandej kemi Faton Hakolli, na përshëndet shumë, Flamor Bicaj, kemi Flamor Bicaj, faleminderit Flamor, Isuf Smakici po ashtu na përshëndet, Mërgim Smakici, Valon Bicaj prap na dërgon SMS, Besim Hoxha nga Klodërnica, kemi Voli, Nazmelinica, Kamishe, Sahid Bajgore, ju përshëndesin shumë, na knas të burra, përshëndetje dhe për juve gjithë atje ku jeni. Shkojmë në Messenger, përshëndetje për ty Naser dhe Mosafir, që na knaqen, përshëndetje për Shabonin nga Gjevdet Vllasa. Gjevdet Vllasa pra na ka përshëndet. Kemi ju knoft zemra, thot Adem Abdullahi. Adem, faleminderit. Çka kem Facebook shumë përshëndetje të cilë na kanë dërguar shikues të Rapsodisë folklorike. Sadik Berisha, Sedat Bistrica, Ridvan Salihi, Arsim Azemi nga Përpelloci i Podujeves, përshëndetje kush. Selman Kryeziu, kemi Cenoni, Besim Kasumi, Ferhat Statovci, Rushdi Sekiroqa, Fadil Ibrahimi, shumë shikues tjerë të cilët na kanë dërguar përshëndetje, se ju ka pëlqyer dhe ju pëlqen emisioni Rapsodia Folklorike. Ne do të vazhdojmë edhe me tutje me Rapsodi Folklorike, me bevasina të ndryshme, drejt për drejt nga studio këtu e Radio Televizionit Mitrovica. Shkojmë edhe me 2 këngë të interpretuar nga këta Rapsod dhe sërish pranë kamerës. Shkojna. Ay, mami
Ma shumë kushke në të mja shori, fjallë vendin kur barbari. Vajte një si ku je, gjitha të rima që vike, ma shumë mori në zem galitë, fjallë shkot midrodite. Vajte një si ku je, gjitha të rima që vike, ma shumë mori në zem galitë, fjallë shkot midrodite. O më shola e bajkores, more, gjotin në një triatore, more, mos me nën këtë vend e shkret, lidhi burat në kume. Sa doj dita kur ti kone loti, je ore posh kane vlon baroti, qoni ero pancajit, je koje oj midrodi. Sa doj dita kur ti kone loti, je ore posh kane vlon baroti, qoni ero pancajit, je koje oj midrodi. O koje oj midrodi. Ja, arritëm te fundi i këtij emisionit. Ama vetëm i këtij emisionit Rapsodisë Folklorike, emisioni i dytë, drejt për drejt, pra. Dhe do të vazhdojmë edhe me tutje shtunëve tjera drejt për drejt. Ramadan, diçka për fund. Faleminderit. Është nasi. Faleminderit. Nga mënuna të mundësin tonë, nështë krejt ato kërkije, sa krejt s'kena mujt me realizu, so ke pas mundësi. Besoj I se... falenderoj gjithë Faleminderit. për përshëndetje. Po, besoj se ky nuk do të jetë emisioni i fundit me juve, do të realizojmë edhe tjera emisione së bashku me këtë grup dhe me grupe tjera të cilët ju. Po ashtu edhe ju dham edhe një premtim gjithë shikuesve që do ta bëjmë edhe në një odë impozante, në vend impozant, kështu që do të jetë një befasi shumë e mirë për gjithë shikuesit e emisionit. Gjithsesi, faleminderit. Faleminderit gjithë juve që ishit prezent në studion. Faleminderit edhe një respekt veçantë për juve. Shikues të nderuar. Kjo ishte rapsodia e kësaj shtune. Shtunën tjetër prap me befasina tjera, me rapsod tjerë. Ju përshëndes nga zemra, ju dëshiroj gjithat mirat në jetë. Shëndet, dashuri e gjithat të mirat. Miru pafshim.